Edha frinte fort mbi kodrate permetit, duke sheleme vete aromen e lageshte tokes, de murmurimen e largete lumit kë pershkon të luginen. Heshtja e nates ndërpritej vetëm nga gjetet e tata kë fesh ferinin ne token me guri, dhe nga zhurma e paregulte diçka gjekej le vizte ne ugje. Liridona gashi u zgjuaj tronditur në kasolen e sajta e vogel në periferit e qytetit. Një shtrengim I paspjegueshe mi pushtoj gjoksin, një shketesim kwej e beri te ulaj, në shtrat dhe tem prete veshet. Zhurma e larget e mbitur nga era, tingalonte si diçka e rende ke luftonte kunder rjedhes. U vesh shpejt, mori elektrikun e dores dhe doli gjashte, teftotin e mprete e pershkoj fajtyren sapo dolin nga shtapja. Likenin dore me pak se njekin metra larg, e fshehur nga nxem zhigull e dendur ke kendron të mbi pejzaj. E cime në sitim, duke në gjere lagështine e tokeske sedonte në nësizmet I sajgj, derisa regja e dritis se elektrikut ndrisuj ujin e turbult. Ati, mes baltes dhe kalamave, në kale po perpikaj të dilte, kembet e tic po fundo se shin me qydo levizjeteret e desperuar. Kafsha dridhaj, e ras kapitur, dhe frime marja e tic dilte me gulsimet e paregulta. Me gjitate, ajo ke vertet e beri stomakun, e liri dones te përmbisegj, iste ajo ke mbulon të lekuren e tij. Shushunja, djetera preshtyre, të ngjitura në trupin e kalit, I titnin gadale forkat. Kafsha ishte në prag të kolapsit, dhe qdo përpjekje për të arratisur, e bente të fundosej ed heme të helen e lumin e trashe. Liridona e dinte se nuk mund të priste. Vrapoj për të marrenje litër të lidhur në një shtile të vjetir dhe u këtije me duarke I dridheshin. Hodhi lakun ret kafes se kafshes, duke të rekur me gjite forsen ke trupi I saj legjonte. Kali rezistoj në film, duk levizur në panik, por shpeshtu dorezua duke I legjuar asaj të drejtonte, që du të rhegje e naksirte pak me shume nga balta, derisa nëngje përpjekje të fundit, Kali arritit e dilte, duke rene në bregun e mbuluar me gjete të lagura. Në atë moment, Liridona pa diçka të pasakonte në ngezo fin I lagur të kalit, ngjej shenjë e vesante, po tuajse e padukshme. Ishte një simbol kë ajo e kishte pare me pare, një marke kë I përkiste familjes me ndikim në permet, familjes Hoksa. Zemra I rahu me shpejt, ki nuk ishte një kale I zakonshëm, dhe prania e tajketu nuk e të gjengje, ngrinte shume pjeqe. Ndërsa po mendonte se qfare të bente me pas, vuri rëngje siluete të palevizme në anën tjetër të rrugese dhe ke kalon të prane pone se saj. Ishte një burre I gjate, këmbante një palto të rende dhe një kapele me strehe, të gjere ke I fshite pjesën e fytyres. Ai nuk levizi, nuk ta asgje, tjesht kendroj ati, sikur po priste diçka. Liridona në një shtrengim në zemer, por kur politisyte, figura nuk ishte me ati. Duke u këthir ne kasole, Liridona filoi të kujdesej për kalin, duke e mbuluar me një batanje të trashe për të mbrojtur nga teftotin. Mendja e saj vraponte me pjeqet e panumerta. Pse një kale me shenjën e familjes Hoksado të perfundonte në kete gjendje, kush ishte burri misterios kë e veskonte. Dhe me I rendës ishmgja, sfare du të ndodte tani ke ajo ishte perfshire padashur në kete situate enigmatike. Atenate, ndërsa I ravazdonte të frinte fort mbi permet. Liridona nuk e dinte se vendimi I saj për të shpetuar kalin du të shkaktonte, një varg në gjargjesh ke du të zbulunim të vertetate fshehurat hele në historine e kytetit të saj të vogel malur. Nun se kjo histori të interesuj, mos harru të abonohesh, në kanalin ton dhe të vendosh pleke, në tuaj nga cili kujtet po në shikon. Vazhdojmë. Mengjesi, I dites se në sjerme, e gjeti Liridonen, duke u drejtuar drejt klinikës veterinare të Dr. Arben Krasnikit, I vetmi person kë mund të ndihmonte pa bere shume pjeqe. Klinika ndodhej ne një nderte se te vjeter prej guri, në kender të permetit, një strukture kë kishte pare shume nga sekretet e kytetit të vogel gjate viteve. Dr. Arbeni e priti me një veshtrim kuptim plote, kur pa shenjen në trupin e kalit. Liridona, tha ai me zete ulet.
duke mbilur deren e klinikës, e di se çfarë do të thotë kjo shenjë. Ajo pohoi me koke. Të gjitën e permeten gjihnin simbolin e familjes Hoxha, pronaret e pjesës me temat të tokave përreth qytetit. Ndërsa doktori po ekzaminonte kalin, Liridona vurire se si duart e tij të shkateta ndaluan papritur në një pike të kaktuar. Ka diçka ketu, tha ai duke prekur një zonën e kafen e kalit, nën lekuren di heshnje të ngritur të vogël, si një sipe e holle metalike. Ki eshte një mikrochip i ri, nga ata ke perduren për të gjurmuar kafshet e vlefshme. Zbulimi i chipit hapin gjë kapitull të ri në mistrin kjo po shpalosejgj. Si pas doktorit, vetëm disa familje të pasura në Shqipëri kishin akses në kete teknologjit e shtrenjte. Por çfarë po benten gjë kale kaki vlefshem në likenin tend, pjeti Arbeni, duke shprehur me të lartë pjeqen ke mundon të Liridonen. Në atë moment, dera e klinikës u hapden një grua e moshuar, i veshur me rroba tradicionale shqiptare, hiri brenda. Ishte Drita Hoxha, gruaja e vizheter e familjes Hoxha, një figure kërale shihej në kitet. Si te i sajte e mprehte unë ngulen me njëhere të kali. E digja se do të gjegja ketu, tha ajo, duke ju drejtuar Liridones. Ki kale ka një historike duhet të deg gjosh. Drita ull në një kariget e vjetër druri dhe filloj të tregonte. Kali i perkiste gjallit të saj, besnik Hoxha, por historia shkonte shume me telle. Ki kale eshte dëshmitari, i fundit i një marrëvesh gjegjet të vjetër familjare. Ta ajo, duke në kësgjere nga canta e saj një dokumente verdhe, një marrëvesh që do të ndryshon të fatin e shume njerëzve në permet. Dokumenti ishte një kontrate e vjetër i shkruar me dore, që përmbante detajet e një projekti të madh zhvillimi për Luginën. Projekti do të transformonte tokat bujqësore në një kompleks modern turistik, duke ndryshuar për gjithmonë jetën e fermereve lokale. Por ka diçka që nuk shkon me këtë kontrate, vazhdoi Drita, duke treguar një nënshkrim në fund të fakis, ki nënshkrim nuk ishte i vërtetë. Liridona dhe doktor Arbeni shkembjen veshtrime të shkëtisuara. Drita vazhdoi të shpjegonte se si kali kishte kene i pranishem në momentin kur kontrata originale ishte nënshkruar në stallat e vjetrat e familjes. Por ajo që kishte ndodhur atë natë ishte diçka që vetëm kali dhe disa të qere e dinin. Gjalli im besniku ka ndryshuar shumë ke nga ajo kohe, tha Drita me trishtim në ze, por unë nuk mund të kendroj me në heshqi. Duhet të ndaloj me atë kë, po ndodh me tokat tona, me njerëzit tane. Ajo i dorezoj Liridones një celeste vogel bronzi, në stalen e vjeter të familjes, po shte dishemese se drurit, do të gjeshte verteten. Në atë moment, një zhurme e forte erdhin nga gjashte klinikës. Dikush po i afro hajderes me hapat e rende. Drita u ngrit shpejt, nuk duhet të me shohin këtu, tha ajo me urgjensi. Mbajhe kalin të sigurt, Liridona, hajkesht me i rende si shem nga sa mund të imagjinosh. Dieli sa po kiste perenduar kur Liridona u afrua të stala e vjetër e familjes Hoxha. Nderte sa i braktisur, këndronte si një kuqtese i heshtur e një kohë qëtër. E fshehur me spemeve të larta kë i retonin. Celesi i bronste kë e Drita i kishte dhene i dridej në dore. Para se të hynte, veshtroj me kujdes perret, duke u siguruar që askush nuk e kishte ngjekull. Dera e vjetër e drurit u hap me ngjekër si që të e lehta. Brenda, ajri ishte i rendet e imbushur me aromen i kashtes e vjetër dhe të drurit të kalbur. Rezet e fundit të Drites e dite dëpertonen per mesargjeve në sati, duke kryzhuar modelet e suditshme në dishemene e pluhyrosur. Liridona në kësori elektrikën e dores dhe filloj të kërkonte per dishemene e drurit kë Drita kishte përmendur. Në koshen me te larget të stallez, nje pjese e dishemese duke i ndryshe nga pjesa qëter. Dera sa t'ishin me të erreta të vendosura në një model paksa të ndryshem. Me duat ka i dride shin, Liridona filloj të heke pluhurin dhe kashte në vjater. Pas disa minutash per pjek qesh, zbulojnë gjë unaze metalike të e fshehur mes dera savi. Me zemre ke i rrihte fort, ter hoki unazen. Dishe me gjau hap duke zbuluar një hapesire të vogel të e fshehur.
brenda gjeti një kutite e vjetër metalike të mbuluar me ndrishk. Kur e hapi, gjeti brenda një ditër të vjetër lekuridhe disa fotografite zverdhura nga koha. Dritari I perkiste Agim Hoxhes, babait e besnikut, I cili kishte kene pronari I me parshem I tokave. Faket e verdhat e ditarit zbuluan një historike I da kuptim gjithçkaje. Agimi kishte shkruar per planet e ti per të zhvilluar tokat, por në një mënyre që do të përfitonte e gjithë komuniteti. Ai kishte imagjinuar një projekt që do të kombinonte bujqësinë tradicionale me turizmin e këndrueshëm. Por me I rendësishmja ishte një marrëveshje e shkruar me dore mes Agimit dhe fermerëve lokale. Sipas kësaj marrëveshjeje, fermerët do të ishin partnerë në projekt, jo thjesht punëtorë. Foto tregonin ceremoni të ndryshme në nënshkrimi, ku Agimi dhe përfaqësuesit e familjeve të fermerëve firmosnin dokumentet për para dëshmitarëve, ndërsa leksonte me tej. Liridona gjeti një letër të palosur me kujdes. Ishte një mesazh nga Agimi për gjallin e tij, besnikun, I shkruar pak para se te largohej për ne udhëhetim nga I cili nuk u kthie kurrë. Në letër, Agimi shprehte shkëtasimin e ti për ambiciet e të birit dhe e lutej të respekton të marrëveshjet që kishte bere me komunitetin. Papritur, Liridona dëgjoi zhurma nga gjashtë stalles. Dikush po afrohej. Me shpeshtesi futi ditarin dhe fotot në santën e saj, por nuk arriti të mbyllte disemene e fshehtë. Hapat po afroheshin. U fsheh pas një grumbulli me kashtet e vjetra, duke mbajtur frymen. Dera u hapde di figura hyne në stalle. Në dritën e dobet, Liridona dalloi mentor Bekirin, ish punonjësin e besnikut, dhe një burre qeter që nuk e njihte. Dikush ka kene ketu, ta burri I panjohur, duke vene regjurmet në pluhurin e dishemese. Duhet të lajmeroj me zotin besnik, ta mentori, por zeri I taj tingelonte I pasigurt. Ndoshta duhet të presim. Nuk ka kohë për të pritur, u përgjigje qetri. Projekti fillon javën e ardhshme. Nëse dikush ka gjetur dokumentet e vjetra, Liridona nuk lëvizi duke mbajtur frymen. Burrat vazhduan të diskutonin me zete ulet, duke kërkuar nëpër stalle. Pas disa minutash që dukeshin si përgjegjësi, ata me në fundu larguan. Por fjallet e tyre kishin konfirmuar dishimet e Liridonez. Koha po mbaronte dhe e vërteta ky ajo sapo kishte zbuluar duhej të dilte në drite para se te ishte tepër vone, me ditarin dhe fotot e fshehura në sante. Liridona vendosi të kërkonte ndihmën e personit të vetem që mund t'i besonte plotësisht, Dr. Arbenit. Por paraj se të largohej nga stalla, dëgjoi një zhurmë të pazakonte që vinte nga lart. Duke ngritur elektrikun I dores, ajo ndrisoi pjesën e sipërme të ndërtesës dhe pangje dritarit e vogël të hapur që lëkundej nga era. Në dritën e dobet, vuri re diçka që I kishte shpëtuar me pare. Një shkallë e vjetër druri që sonte në një papafingo të vogël. Instinkti I thoshte të largohej më një herë, por kurioziteti e shtiu të ngjitej. Shkallet kërcitën në peshen e sa gjëndërsa ngjitej ngadale. Papafingo gja ishte një hapesire e ngushte, me trare të ekspozuar dhe pluhur të trashe që mbulon të gjithçka. Por ajo që tërhoki vëmendjen e saj ishte një mur I mbushur me ritagje gazetash të vjetra të gjitha të lidhura me familjen Hoxha. Artikuj dokumentonin historinë e projekteve të ndryshme zhvillimor në zone, duke filluar që nga koha kur Agim Hoxha ishte gjalle. Ne kënder të murit ishte një artikull I madh që tregonte ceremonine I nënshkrimit të marrëveshjes originale me fermerët. E njëjta ceremoni që shfaqej në fotot që ajo sapo kishte gjetur. Nërsa po studion të murin, Liridona dëgjoi njerëz të njohur që vinte nga poshte. E dikëgja të lartë, thazëri I bute I drita Hoxhes, mund të zbrese shtani, me zemër të renduar, Liridona zbriti shkallet. Drita këndronte në mes të stalles, duke mbajtur një lambe vazhguri që hidhte një dritë të ngrohtë në hapësirën e erët. Shoke që gjetur arkivin tim të fshehtë, ta ajo me një buzekës gjë të lehtë.
kam kaluar vite duke mbledhur çdo pjesë të kësaj historie. Pse Pieti Liridona ende duke mbashtur çantën me ditarin pranë vetes? Sepse dikush duhet të ruajë të vërtetën u përgjigj drita. Agemi Boriem kishte një ender për këtë vend. Ai besonte se zhvillimi dhe tradita mund të eknin dore per dore. Por besniku, ajo undal per një moment. Gjali im ka humbur rrugën që i treguam. Drita i tregoi se si, pas largimit të papritur të agemit, besniku kishte filluar të ndryshonte gradualisht kushtet e marrëveshjes origjinale. Por unë kam pritur momentin e duhur, vazhdoi ajo. Dhe tani, me ndihmën tënde dhe të kalit, mund të ndalosh me kete padreshtesi. Që atë moment, një grup fermeresh të vjetër filloi të higje në stale. Liridona i njohu ishin të gjithë nga familjet që kishin nënshkruar marrëveshjen origjinale. Keta gjane aleatet tane, tha drita. Secili prej tyre ka ruajtur një pjesë të së vërtetës, duke pritur momentin e duhur për të dalë në dritë. Ndërsa fermeret mblidheshin rreth tyre, drita shpjegoi planin. Ata do të organizonin një takim të madh komunitar, ku do të prezantonin të gjitha provat, ditërin fotot, dokumentet që secili kishte ruajtur. Por me i rendësish mëgja do të tregonin se si mikrosipin e kafen e kalit përmbante informacione digitale që vërtetonin vërtetësine e dokumenteve originale. Por kemi vetëm 3 ditë, thanë gjë nga fermeret, para se të fillojnë punimet e rregja. Liridona ngjupeshen e përgjegjësi se që po i vihajnë mbi supe. E gjo ishte bere pjesë i diçka shumë me të madhe se veça e saj, një betejë për të mbrojtur gjo vetëm token, por edhe shpirtin e komunitetit të saj. Duke pare fytyrat e vendosura të njerëzve përreth saj, i kuptoi se nuk kishte këtë mprapa. Ka edhe diçka tjetër që duhet ta dish, tha drita, duke nëzgjerë një zarf të vjetër nga kshepi i saj. Ki është testamenti i fundit i agemit. Një dokument që besniku nuk e ka pare kurre, dhe që mund të ndryshojë gjithçka. Mengjësi i ditës se tretar dhi me një tension që mund të ndihej në çdo çepta e permitit. Lajmi për takimin e komunitetit ishte për hapur si zjarë në kashte, dhe banorët po mblidheshin në sheshin kryesor të qytetit. Liridona këndronte prane Dr. Arbenit duke vezguar ndërsa njerëzit mbushnin hapësiren për para bashkisë së vjetër. Drita Hoxha kishte organizuar gjithçka me një precision të habitshëm. Në një tavoline të gjate ishe vendosur të gjitha dokumentet, foto dhe provat që kishin mbledhur. Një projektor i madh ishte instaluar për të shfakur për mbajtjen e mikrochipit të kalit, të cilin Dr. Arbeni kishte arritur ta dekodonte me ndihmën e një specialisti nga Tirana. Por pikërisht kur takimi po fillonte, një makine i zeze undal për para ndërtesës. Besnik Hoxha doli nga makina, i veshur me një kostum të shtrenjtë dhe me një shprehje të ashpër në fytyrë. Pastaj zbritën di bërat e tjere që mbanin çantat e medha me dokumente. Nene, ta besniku me njeze të ftohte kër pa dritën në kryet e tyrmes. Nuk e prishja një trati të tille nga ti. Nuk eshte trati të mbrosh atë që eshte e drejte u përgjigj drita me këtesi. Gjam këtu për të mbrojtur trashëgimin e babait tënd, ndren e tij për këtë komunitet. Besniku u përpokte ndërpriste takimin, duke pretenduar se kishte dokumente të rregja që dëshmonin pronesine i plotet e tokave. Por drita në këshori zarfin që kishte treguar një natë me pare. Para se të vazhdosh, bir, duhet të shohesh këte. Në heshtje të plote, besniku hapi zarfin dhe filloi të leksogje. Ngjyra e fytyrës së tij ndryshoi gradualisht. Testamenti i agemit ishte i karti, tokat nuk i përkisnin vetëm familjes Hoxha. Ato ishin një trashëgimi e përbashkët, një prone që duhej zhvilluar në përputhje me marrëveshjen origjinale. Ka edhe më shumë. Ta drita, duke i bere shenjë Dr. Arbenit, në ekranin e madh u shfaqen të denat nga mikrochipi i kalit. Ishin koordinata GPS, data DNG, regjistrim audio i fshehti,
Zeri I Agimit Hoxha mbushi sheshin, duke leksuar kushtet e marrëveshjes origjinale. Besniku u ul ngadale nëngje karrige, duke mbajtur testamentin në duart ke I driteshin. Liridona vuri re se si site e tij filluan të mbusheshin me lot, ndersa dëgjonte Zerin e babait të tij. Në atë moment, ajo pa diçka që nuk e kishte pare me pare në fytyrën e tij. Pendim. Babai kishte të drejta, ta ajme në fund, me ngjeze ke me zi deg gjo hej. E gjithë gjo kohe, kam kene duke luftuar kunder diçka që ishte pjese e trashëgimise sonete vërtete. Drita u afrua pranë birit dhe I vendosi dorën në sup. Nuk eshte kur e vone për të bere zgjedhjen e duhur. I tha ajo butesisht, besniki u ngrit dhe ju drejtua turmes. Projekti do të ndryshojë, ta e me vendos meritere në ze. Do të kthehemi te vizioni original I babait tim. Do të punojmë së bashku si një komunitet. Per të ndërtuar diçka që do të na bëjë të gjithëve krenare. Sheshi u mbush me duar trokitje dhe tërgjegezimi. Fermeret e vjetër që kishin ruajtur sekretet për kak gjate tani, po për kafonin në gjerit që trin me lot gezimin në si. Por ndoshta momenti me prekesisht e kur besniku ju afrua, kalit kë Liridona kishte shpetuar, kafshes kë, në mënyrën e vetë të çuditshme, kishte ndihmuar në zbulimin I së vërtetes. Një vit me vone, permeti ishte transformuar, por jo në mënyrën që dikur besnik kishte planifikuar. Në vend të hotelev luksoze që do të kishin zëvendësuar fermat tradicionale, tani kytet I kishte gjetur një ekuiliber të bukur mes së vjetres dhe së rese. Projekti I ri, I frymezuar nga vizioni origjinali Agim Hoxhes, kishte krijuar diçka unike. Liridona këndronte në veranden e klinikës së zgjeruar veterinare, duke pare grupe turistesh që e knin në per rruget e shtruara me kaldrem. Ata ndaleshin në fermat e vogla që tani ishin kthyer në kendra agroturizmi, ku vizitoret mund të shigjonin ushqimin tradicional dhe të mesonin për metodat e lashta të buzhkezi shqiptare. Drita Hoxha kishte transformuar stallën e vjetër në një muze të vogël që tregonte historinë e komunitetit. Ditari I Agimit, fotot dhe dokumentet e tjera ishin vendosur me kushtes në vitrina kshami, duke u shërbyer si kujtëse për rendësine e ruajtjes së trashëgimise. Në kender të muzeut këndronte një statuje e vogël bronzi e një kali, një homazh për kafshën që kishte luajtur një rol kaq të rëndësishëm në zbulimin e së vërtetes. Besnik Hoxha kishte ndryshuar thelesisht. Tani e gjegje shpesh duke biseduar me fermeret e vjetër, duke mbledhur këshilla dhe duke ndare ide për mirësime të regja. Projekti I tij me I fondit ishte krijimi I një shkolle bujqësore, ku teknikat moderne kombinoheshin me diturinë tradicionale që ishte për qelle brez pas brezi. E sheh atë pemet të vjetër u liri atje, I ta besniku një ditë Liridones, duke treguar me dore nga një peme e lashta që këndronte në kender të nga fermave të rinovuara. Babaim thoshte gjithmonë se ajo peme eshte si komuniteti jene, rëngjet I saj tella në mbagjene të lidhur me të kaluaren, ndërsa deget I saj vazhdojnë të ritendete për shtatën me kohet I regja. Liridona buzekeshi, duke kushtuar se si gjithçka kishte filluar me nje, kalete plagosur në nje natë me shi. Tani ai kale jeton të I kete ne kulloten e gjelber pranë klinikës se Dr. Arbenit, duke u kushdesur për kuajt e rinjë që stërviteshin për guidat turistike në male. Një mbremje, ndërsa djeli po përendon të mbi kodrat e permetit, komuniteti u mblod për festen vjetore të vjeljes. Tavolinat e gjata ishin shtruar në sheshin kryesor, të mbushura me ushqime tradicionale dhe vere të produar në vreshtat lokale. Drita u ngrit për të mbashtur një fjalim, ngjevit me pare ta ajo, u gjetem në kete shesh në rethana shume të ndryshme. Sot gjemi këtu për të festuar jo vetëm një sezon të suksesshëm, por edhe forcen e nje komuniteti kë zgjed të këndrogje besnik ndaj vlerave të tij. Agimi do të ishte krenar për atë që kemi arritur së bashku.
ndërsa muzika tradicionale filloi të luante dhe siftet dolen për të kersie, Liridona veshtroi rreth e rrotull. Pashe femigje që luanin mes pemive të vjetra të Ulirit, turiste që mesonin hapate valles nga banoret lokale dhe fermere që tregonin histori të vjetra për vizitoret e interesuar. Permeti kishte gjetur rrugën e tij, një rrugë që respektonte të kaluaren ndërsa përkafonte të ardhmen. E vërteta që ajo kishte ndihmuar të zbulohej nuk kishte zgjelle vetëm drejtësi, por kishte hapur një kapitull të ri për qytetin e vogël malor. Dhe ndërsa jugjet filluan të shfaqeshin në qiellin e errët mbi permet, Liridona e dinte se kjo ishte vetëm fillimi i një historie të re. Fundi i historisë të dashur dagjues shpresojmë që historia e Liridones dhe e komunitetit të permetit të gjuket e prekur. Per të vazhduar këtë udhëhetim emocionues, kemi përgatitur një playlist special me histori po akter hekesi. Gjeshni këtu duke klikuar në të majtën tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo histori, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë dhe të vendosni pëlqej në video. Që do di të shellim histori unike që eksplorojnë kompleksitetin e jetës. Mos I humbisni përmbajtjet tona të ardhshme. Ju presim në komentet.